për shkak është opozita? Pse janë zgjedhur prej popullit? Duhet ta kemi parasysh për shkak që janë dhënë detajet të pasakta. Na po him në votimin e 18 të komisionit. Domethënë që 18 herë nuk flitet për emër, për kryetare apo kryetare të kuvendit, por për komisionin zgjedhor, në këtë rast për votim të fshehtë. Dhe është e përcaktuar me qartë me Kushtetutë të Republikës Kosovës, ku thuhet se duhet të marrin pjesë në votim për kundër abstenim. Nëse dojna me hecë përpara, edhe me konstituu kuvendin, atëherë deputetët duhet me votu. Si e përcakton Kushtetuta. Ne e presim dhe shpresoj që nuk do marrë shumë kohë të gjatë edhe opinioni i gjykatës kushtetuese në këtë drejtim, por mendoj që janë të qarta të gjitha rregullat, qoftë me kushtetutë, qoftë me ligjet e Republikës Kosovës, në asnjë një vend nuk shkruan që në formën se si fillohet votimi brenda seancës konstituive, ashtu duhet mbaroj, vetëm thotë se në seancën konstituive mund të votohet me votim të fshehtë apo të hapur. Ne kemi propozu që të bëhet votimi i fshehtë, për shkak që ka pas deputet edhe të subjekte të tjera politike që kanë shpreh interesim për me hecë tutje edhe me konstituu kuvendin. Kanë deklaruar ata që të fshehur do ta votojnë? Urna? Kanë deklaruar deputetë të partive tjera që në formë të fshehur do ta votonin? Këtë e kanë thonë mes neve. A ka deklaru publikisht apo jo çështje tjetër mas andej. Ato janë çështje mas andej, çështje të brendshme. Cila është ideja të vihet në kuvend, të mbahet seanca, të paguhen deputetët dhe jemi duke e pritur vendimin e gjykatës kushtetuese. Si po mendon? Këto janë procedura të cilat i respektojmë, të cilat janë të përcaktuara. E kemi të detyrueshme, domethënë, përcaktohet me rregulloret e kuvendit ku duhet të mbledhet me çdo 48 orë. Dhe ne jemi këtu çdo 48 orë. Ekziston mundësia, domethënë, edhe ka vendosur që një subjekt politik ta dërgojë çështjen në gjykatë kushtetuese, është pjesë e procedurës. E presim edhe vendimin, nuk mund të them vendimin, por opinionin e gjykatës kushtetuese. Ne vazhdojmë me rregullat të cilat i përcaktojnë ligjet, rregulloria e kuvendit. Urna? Ndryshime nuk prit. Po ne gjithëherë presim ndryshime. Ne kemi dhënë të gjitha opsionet për të dalë nga kjo situatë. Nuk ka vullnet. Tjetra, pyetja ndoshta duhet të bëhet edhe për opozitën. Për çka është opozita? Pse janë zgjedhur prej popullit? Ky është rezultati të cilin e ka dhënë verdikti i popullit. Edhe ata janë votu. Edhe ata kanë përgjegjësi dhe obligime ndaj kuvendit edhe Republikës së Kosovës. Nuk mundet të thotë jo vetëm ju e keni përgjegjësinë, jo, kjo është përgjegjësi e përbashkët. Kur vjen te çështja e votimit të qeverisë, atëherë është muhabet tjetër. Zonja Burieci, se për fund se desha më të pyet, ka pas kohëve të fundit shumë atakime edhe ndaj jush për fatën e Ivica Dačićit kur e keni bërë prezantimin në Serbi. Cili është qëndrimi juaj në fakt? Këto i vetmi atakim është ndaj viktimave të luftës së fundit në Kosovë. Edhe është e turpshme, është e rëndë, edhe kjo është dëmi më i madh që i bëhet vendit edhe të kalumës tonë edhe luftës tonë. Unë në asnjë moment nuk e kam përmend luftën e ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Lufta e ushtrisë qëllimtare të Kosovës është ndër më të shenjta që e kemi. Edhe kur individ mas andej dojnë me të sulmu pse ti ke guxim të mendosh ndryshe, edhe ti përket një subjekti tjetër politik, atëherë i bëjnë sulme të ulta të tilla, por edhe dëmtojnë edhe luftën e UÇK-s edhe viktimat civile të tyre.